Përshëndetje nderuari shoku Bajram. Sot gjendemi në Tiranë në sheshin Skënderbej më 17 tetor të vitit 2025 për të mbështetur krerët e UÇK-s të ngujuar ose të burgosur padrejtisht në Hagë. Kjo do të jetë një mbështetje e radhës, e cila ishte e fundit ishte në Hagë, në të cilën morëm pjesë dhe kishte një pjesëmarrje jashtëzakonshme, por shpresoj se edhe sot do të jetë edhe më madhështore. Kështu që kjo protestë do të jetë edhe një mbështetje e madhe për ata që janë në Hagë, pasi që institucionet tona kanë harruar ose nuk duan të marrin pjesë në këtë mbështetje madhështore e cila do të jetë këtu në qendër të Tiranës. Tirana është edhe një simbol tjetër për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, sepse ishte një bazë qendrore e luftës çlirimtare të Kosovës këtu në këtë vend, ishin bazat e UÇK-s dhe mbështetja e shtetit shqiptar në luftën tonë çlirimtare. Edhe kjo sot do të jenë një krenari që do ta përkujtojmë edhe ne me mbështetjen edhe të luftës, me mbështetjen edhe të shokëve tanë, siç thash, në mënyrë të padrejtë, me një insistim të jashtëzakonshëm të politikës së Rusoslave, ata edhe të disa shteteve europiane, të individëve europian, siç ishte Dick Marty, që e krijuan një akt akuz të pa bazë, e cila ra dhe ata edhe sot po akuzohen me të njëjtën akt akuz të cilën nuk e kanë dokumentuar në asnjë mënyrë dhe në asnjë aspekt. Kështu ne sot presim që të jetë një tubim madhështor, jemi shumë krenar që jemi sot këtu në Tiranë dhe presim së shpejti që shokët tanë të lirohen nga burgu në të cilin po mbahen këtu e 5 vite me radhë. Jemi krenar që ishim në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, që e bëm luftën çlirimtare të Kosovës, të pastër si loti dhe ashtu ata të pastër si loti do të dalin nga burgjet të cilat sot e 5 vjet vuajnë në mënyrë shumë të padrejtë. Me nderë qofshin.